Vrasje e dyfisht. Besoj të gjithë e keni dëgju vazhdimisht këtë term, kryesisht në lajme në mediat tona shqiptare. Vrasje e dyfisht. Edhe unë du t'i flas sot me atë dhimbjen shpirtërore që kam unë kur njerëzit e medias intelektualt, ata që unë i quj byth pederastët me diploma, shkatrojnë gjuhën tonë të mrekullueshme. Gjuhën tonë amtare, që është nona e gjithë gjuhëve të tjera evropiane, e shkatrojnë duke imitu terminologji që s'është jonja. Vrasje e dyfisht, vëllezër e motra, përdoret në Shqip për dy vrasje. Kur kanë ndodhur dy vrasje, se përkthejnë këta idiotët, këta sumpamukët, këta pederastët, përkthejnë terminologji të huja, e kanë përkthy në jurisprudencë. Double homicide në anglisht. Double homicide në anglisht do thot vrasje dopje, dy vrasje. Dy vrasje në një moment a në një vend, por jo vrasje dyfisht. Vrasje të dyfisht që kanë përkthy këto idiotët, në fillimisht e kanë bërë term juridik në ligje dhe pastaj këto idiotët e medias që e përdorin për ditë, edhe tash e përdori madh i vogël, edhe duket normale sikur ka kuptim, është komplet ilogjike, komplet pa logjik, bastardim që vetëm idiotët dhe pederastët me diploma e bëjnë. Shifti më vëllezër e motra, edhe një herë, se du të tregoj sa bukur flet populli jonë, i thjesht, po të dëgjoni nanën dhe babën, po të dëgjoni gjyshën dhe gjyshin, po të dëgjoni dajet dhe tezët, kur flasin shqipen e bukur të kënaqet shpirti, kur gjon këto pederastët e medias, këto njerëzit gjoja intelektual, që në çdo fjalë që nxjerrin nga goja, arrin e mendojnë sa të mençëm duken, sa bukur pa e thon fjalën, të vjen të vjellësh. Nuk ka vrasje të dyfisht se nuk vritet njeriu. Nuk ka vrasje të dyfisht, vëllezër e motra, se nuk vritet njeriu dy herë. Vritet varrosës, të nxjerrësh edhe vrasësh prap i dyfisht. Për shembull ka taks të dyfisht. E zem që një biznesmen, që të kuptoni, një nga këto tregtarët, importon diçka nga Italia, do ta çojnë në Kosovë, edhe nuk ka si ta çojnë në Kosovë ndryshe, por nga Bari, për shembull, e bjen Durrës, dhe nga Durrësi, ku është ajo pika doganore që kalon në Kosovë, atje në Kukës, Qafmorina, nuk e di si quhet. Edhe pagun taksat për atë mall në Durrës, edhe pagu prap në Shqipëri, zem për të dalë nga Shqipëria. Ka paguajt një herë në Shqipëri për të hyrë, edhe pse është tranzit në Durrës, kur erdhë nga Italia, edhe pagu prap edhe kur del. Pra është i njëjti subjekt, i njëjti mall, i taksu dy herë. Takse dyfisht. Ose që ta bëjmë çik not bukur, lëndimi dyfisht. Të kalon dashnore ty, je një femër. Momenti që të kalon du, të vrau. Mirë, po ky është një lëndim. Po e zem që të kalon ty për motrën tate o për shoqen tate, lëndimi dyfisht me të njëjtin akt, me të njëjtin veprim, ty si person, jo dy persona, ju lëndoj në të njëjtin kohë. Në qoftë se ka lëndu dy vetë dhe ty dhe nanën tate, nuk është lëndimi dyfisht, është lëndimi dy personave. Pra, lëndimi i dyfisht nënkupton kur një person është subjekti, është dy herë
impakt, si thonë, influencu nga një veprim një tjetri. Pra nuk ka vrasje dyfisht, nuk ekziston vrasje dyfisht. Vetëm për idiotët i logjik, këta që flasin bukur, po janë komplet kalpsina nga mrena, janë si këto produktet e bujqësisë moderne, që duken mollët bukur atje në treg, ti shofësh, po janë kalpsin nga mrena, nuk kanë pikështie, janë kasht. Kështu janë intelektualet shqiptarë, vlezër e motra, kështu janë njerëzit e medias, kështu janë avokatët, janë idiotët më të mëdhej që ndoshta kemi kriju në brez mas brezin jetëve, po shkatrojnë gjuhën, se s'din të flasin, se imitojnë, se përkthejnë termat kalup me fjallor nga vendet e huja. Ekziston në jurisprudencën amerikane, angleze, kanadeze, double homicide, po ka kuptimin dopje mor idiot, jo dyfisht, e ka kuptimin dy mor maskarej, mor idiot, mor të poshtër. Së thoni pastaj ta idiotët, ta rrugacet, të njerëzit që kur flasun ai fjalë me çame, e prishi fjallorin Samiu, nuk prishet fjallori kur i shajun ata me qip man pragu, por zbukurohet fjallori kur është shqipe, se fjallori don atë gjuhë që kërkon toni i fjales. Për shembull, populli jon vet përdor fjalë të tilla. Për shembull, thash populli vet do të dëgjon fjalë, përdor fjalë të tilla që kur i dëgjon ke qefti të dëgjosh, edhe nuk janë fare banale, edhe pse ndoshta me fjalë më të papërshtatshme në një kontekst tjetër, një bisedë tjetër. Për shembull, si thot populli jon, dashkët gjesh kartë e kurva. E thot populli, i madh i vogël, se ka lezet kur e shpreh. Jo ai banaliteti i fjalës, por që nga herë e kërkon terminologjia e të folurit, e kërkon pasionit folurit. Për shembull, e zem që ti je një djalë azgan, një djalë gjithepsh, edhe ke një femër akoma dhe më pshore në shtrat, edhe po flet që ke drejt flasësh ti çfarë të kënaq ty në atë ekstaz kur bën dashni, edhe të dy jeni të çmend nga dashnia dhe pasioni për njëri tjetrin, jo thjesht se doni njëri tjetrin, po edhe vrudhi që keni. A mund të thushti asaj femre? Mund të thushti asaj femre në atë moment të kulmi, pasioni, vrudhi, zjarri? Mund të thush, hë zemër, ku do t'i penisin tim? Që të flasësh me kulturë. I thu tamam, zemër që do kar. Më falni për shprehjen, por nuk prishet gjuha kur flitet shqeta. Gjuha prishet nga këto maskarej që përdorin terminologji të huja kur s'ka nevoj, ose i përkthej në mënyrë mekanike, si që është kjo për shembull për double homicide, vrasje e dyfisht e nënës sate, idiot. Është përdor tashti në drejtësi, se ka hyrë në drejtësi nga këto liliputët, nga këto dhemjet që shkojnë në përshkolla e shtetit, mësojnë sa gjuhë huja kur zinas gjuhën e nënës vetë dhe përkthejnë. Po ju njerëzit e medias, ju gazetar, ju intelektual të fushëve të tjera, ju nuk mund bini viktime dhe të përdorni terma që s'kan kuptim në shqip. Ju jeni ato që pa prishti gjuhën shqipe. Ju jeni ato që pa shkatroni gjuhën shqipe. Se ju jeni pederasët laraman të Shqipës. Për shembull, gjojnë i lajmet, gjojnë kosovarët, më falni për shprehjen, shqiptarët e mitë Kosovës, ka që flasin shqeto, ashtu si që ja flet nona dhe baba gjuhën, ke qef të dëgjosh, është gëgnisht i atyre. Po ka pastaj që dun ta rumllakosin, zbukurojnë me të përcjelloren tosknishte, uar, punuar, që ne kemi thënë duke punu, ose tu punu, se kjo i shkon të folmës gëgnishte,
ata gjysmën e bëjnë gëgmishë, pastaj fusin ata duke punuar, edhe bëhet një fol me bajate, e shtirme, që të mund të vjellësh kur e gjanë, kurse del aty në publikë dhe të gjanë ata nënët dhe babalartë, të moshësime e lartë, kosovar, që flasin Shqipen ashtu si që ja kam su nona dhe baba dhe jo detyrum të flasin që duken më kulturë dhe ke qef, të gjësh, jeni normal, qëndroni normal, flitni normal, edhe rrini mrena konjunkturëve të fjalë formimit Shqip më derin nonën. Se s'ka për shembull vrasje të dyfish nuk mund të ketë, është komplet illogjike dhe duhet me qenë idiot nga trut të përdorësh termin vrasje dyfish. Vrasje dyfish do thot me vret, me fut në varr, me nxjerrën vet prap, i njëjti person. Lëndimi dyfish e kuptoj. Lëndove se jo vetëm që e le, po e le edhe për motrën apo shoqin e ngushtë të saj. Këtu e ke lëndu 2 herë, një që le dhe 2 të që pas këtë rrëthu me shoqen, apo dhe me nonën e saj, se ka njërës deret jatë smun nga trut, se që kanë shku edhe me nonën e dëshnores, thonë edhe me nonën e gruz, zdu të besoj. Pra, ka lëndim të dyfisht, por s'ka vrasje dyfisht, ka taksë të dyfisht, ka gjona dyfishta, kur nëllë në të njëtin objekt, në të njëtin subjekt nga njëti objekt. Po jo kur vret 2 veta, është vrasje dyfisht. Ajo ka vrasje dopje, 2 vrasje të të ndryshme, në të njëtin u vran 2 veta, po jo vrasje e dyfisht. Sa mi gjoka ju përshnet, unë e bënë këtë video, më falni për ato fjalët që kam përdorë së dalin mu i madhe i vogël, kur